Ne kemi natyrisht detyrimin të harmonizojmë kuadrin ligjor të Shqipërisë me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian në të gjitha drejtimet dhe patjetër edhe në këtë drejtim. Por përtej harmonizimit të kuadrit ligjor, ne na duhet modernizimi i sistemit veterinar, na duhet modernizimi i rrjetit të laboratorëve, të cilat as nuk mund të konsiderohen në fakt detyra, por janë zgjedhje të pa tjetërsueshme dhe të pa shmangshme për të nesërmen tonë. Dhe në fund ligji i shkruar sado mirë nuk bën punën. Punën e bëjnë njerëzit që e zbatojnë ligjin. E bëjnë njerëzit që duhet luftojnë informalitetin në zinxhirin ushqimor. Një problem serioz ky me cilin përballemi sot dhe gjithë ditën, i cili nuk është thjesht një çështje ekonomike ose cilësie ushqimore në vetvete, por është pjesë e luftës për shtetin e drejtës, për të drejtat e konsumatorit dhe për të drejtat e çdo fermeri apo sipërmarrësi në një treg ku duhet siguruar konkurenca e ndershme dhe duhet të triumfojë gjithnjë merita e atij që është më i Zoti. Prandaj ne i kemi kushtuar një vëmendje të veçantë në këtë fazë procesit të jetësimit të ligjit të ri për inspektoriatet.